për të takuar mbretin e Hungarisë dhe Skënderbeu. Pjesa më e madhe e ushtrive nuk erdhi në Ancona dhe Piu vdiq më 14 gusht të vitit 1464. Zemra e tij u varros në Ancona përballë lindjes së pafe. Trupi i tij u çua në Rom dhe aty u varros në Shën Pjetër. Kryqëzata pati fatin e papës dhe mori fund aty për aty. Në të njëjtën ditë që vdiq papa, Skënderbeu mposhti një ushtri osmane në komandën e Sheremet Beut pranë liçenit të Ohrit. Kur u kthye në Kruj, ai dëgjoi lajmin e vdekjes së Piut të dytë dhe marrjen fund të kryqëzatës. Sot, kurora e Skënderbeut gjendet në një pallat mermeri, e heshtur dhe pa lëvizur thuajse si në epokën nga erdhi. Tani, Skënderbeu mbeti vetëm përballë zëmëratës së Mehmetit dhe perandorisë osmane. Skënderbeu e kishte kuptuar se bota politike po ndryshonte dhe jo vetëm në Ballkan. Dhe i gjithë rrjeti i aleatëve të tij të mundshëm ishte prishur. Në fillim të kurrëngritjes së tij ekzistonte një mbretëri bosnjake, ekzistonte një principat që sot është Mali i Zi, Zeta në atë kohë Çernojeviçët, një despotat serb. Kishte disa principata greke në Epirë dhe në More. Ndërsa në fund i jetës së tij, të gjitha këto territore, këto shtete të krishtera, ishin zhdukur. Edhe ai kishte mbetur vetëm. Në vitin 1465, 5 ushtri u dërguan njëra pas tjetrës për të pushtuar Shqipërinë. Goditja më e rëndë kjo që u dha rezistencës shqiptare. Por më e keqja do të vinte më pas. Sultani ja besoi komandën e këtyre forcave Balaban Pashës, njërit prej generalëve më të njohur të perandorisë osmane. Ashtu si Skënderbeu, Balaban Pasha ishte një shqiptar, i rritur që i ri në oborin osman, edhe ekspert i taktikeve ushtarake dhe luftës guerile. Disa historian madje thonë se ishte ndër të parët që ngriti flamurin turk mbi muret e Konstantinopojës. Një natë para betejës së tyre të parë, Balaban Pasha i dërgoi dhurata Skënderbeut. Këto ishin veprimet e zakonshme të komandantëve kundërshtar, një njohje e fisnikërisë dhe barazisë ndërmjet njëri tjetrit. Edhe Skënderbeu i dërgoi dhurata, por ato ishin vegla punë bujqish. Në këtë mënyrë, ai kujtonte Balaban Pashës origjinën e thjeshtë dhe klasën nga vinte, duke i thënë në një farë mënyre t'ia linte komandën e ushtrive njerëzve të lindur për këtë punë. Dueli i vdekjeprurës ndërmjet këtyre dy luftëtarëve do të vazhdonte edhe për 3 vjet të tjerë të përgjakshëm. Në betejën e dytë të Skënderbeut me Balabanin, generalet më të mirë shqiptar u kapën në Rom. Mes tyre ishte Mojsiu i Dibrës, zëvendës komandanti i Skënderbeut, Vladan Gjurica, këshilltari i tij më i besuar, Muzak Topia, nipi i tij dhe oficerë të tjerë. Ata u dërguan tek sultani që refuzoi ofertën e Skënderbeut për të shlirruar kundrejt shpërblimit. Oficerët u rropën të gjallë. Shqipëria u shkatrua nga gjithë kjo luftë dhe burimet e saj njerëzore dhe ekonomike u konsumuan të gjitha. Do të ishte shumë interesante që të dinim diçka më shumë për faktin se si mbajti Skënderbeu njerëzit pas vetes për kaq shumë kohë. Megjithse mund të ketë edhe mbi vlerësime. Duhet pranuar se popullsia vuajti shumë. Ata vuajtën për më shumë se gjysmë brezi, gati për një brez të tërë. Si vazhduan të rezistonin? Dhe përse vazhduan që të rezistonin banorët e Krujës? Këto pyetje na rikthejnë tek çështja bazë e shpresës, te çështja e frymëzimit dhe te çështja e udhëheqjes. Dhe duhet një udhëheqës i madh për ta frymëzuar popullin, për të frymëzuar njerëzit që ta ndjekin. Por këta njerëz duhet të kenë një arsye. Askush nuk mund ta hipnotizojë gjysmën e kombit. Edhe t'i bëjë që të luftojnë për një kauzë pothuajse të pashpresë, për një brez të tërë. Ky heroi i veçantë duhet të ketë përdorur diçka. Për ta thënë më thjesht, po u jepte njerëzve diçka për të cilën kishin shumë nevojë.
Për mua ky është edhe përcaktimi më i saktë i udhëheqjes. Në qershor të vitit 1466, Mehmeti do ta komandonte personalisht pushtimin e Shqipërisë dhe luftën kundër Skënderbeut, ndaj të cilit nuk kishin triumfuar as Ati dhe as generalet e tij. Ai duhet të ketë qenë jashtëzakonisht i vendosur. Edhe këtë ne e dim nga kronikat osmane, që i përshkruajnë shqiptarët si një popull shumë i vendosur. Dhe në përkthimin në gjuhën shqipe do të ishte kokë fort, megjithse nuk duhen përgjithësuar mentalitetet. Pra pas gjithë këtyre përpjekjeve që otomanët bën për t'i korruptuar shqiptarët, që të hiqnin dorë nga rezistenca e tyre e pashpresë, arritën në përfundimin se këta njerëz ishin jashtë mase kokëfort dhe ndaj tyre duhej përdorur forca ekstreme. Kronikat osmane të shekullit të 15 thonë se në këtë kohë sultani deklaroi një luftë të shenjtë kundër shqiptarëve. Mehmeti u vu vetë në krye të gjithë ushtrisë perandorake që mendoi se kishte 150.000 ushtar. Kjo deklarat për luftë të shenjtë kundër shqiptarëve është shumë e veçantë për Mehmetin sepse normalisht ai e shmangte përdorimin e termave të tillë. Ai ishte një udhëheqës shumë i mpret, shumë modern, edhe i aftë politikisht, si dhe gati tolerant në drejtimin e fesë. Atëherë pse duhet ta bënte këtë gjë? Në shumë drejtime Skënderbeu dhe shqiptarët i kishin prishur planet atij dhe të Atit. Një vit më parë, kundër tij do të niste një kryqëzat edhe tani Skënderbeu ishte bërë fiksim për sultanin, pasi ai e kishte prishur ëndrrën e perandorisë universale dhe ishte bërë pengesa në rrugën drejt Romës. Analisti Tursun e regjistron këtë fushat si luftë për të zhdukur shqiptarët. Ushtria e madhe shpërtheu si ortek gjigant mbi vend, duke e mbuluar tokën me zjarr dhe gjak. Në qershor, sultani rrethoi Krujen. Garnizoni prej 4.400 vetash ishte nën komandën e besnikut Tanushtopia. I vendosur në malet aty pranë, Skënderbeu do ta godiste dhe ngacmonte ushtrinë rrethuese. Gjatë 2 muajve të ardhshëm, tingujt e topave të mëdhej i jehuan në shpatet e maleve, si dhe ulërimat e mira ushtarëve që sulmonin dhe me zhurmat e tyre mbushnin ajrin e thatë me plurë. Mehmeti ja dha komandën e rrethimit Ballaban Pashës duke i lënë një ushtri prej 80.000 vetësh. Para se të largohej nga Shqipëria, sultani ndërtoi